Trupi gjykues, pas përfundimit të shërtimit gjyqësor, pas qëllimit dhe votimit, sot me datën 3/2/2026, konform nenit 358, paragrafi 1 dhe 2 të Kodit Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, një zëri, në emër të popullit, merr këtë gjykim. Ndaj të akuzuarit Srdjan Lazović, me shënime personale si në shkresat e lëndës. Është fajtor, sepse në periudhën kohore nga viti 1998-99, gjatë kohës të luftës në Kosovë, në fshatin Pranoc, komuna Malishevës, duke vepruar në bashkëkryrje me persona të tjerë, gjatë një konflikti me karakter jo ndërkombëtar, të zhvilluar në mes të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave policore dhe ushtarake të RSF-s dhe të Serbisë, ka shkel rregullat e së drejtës ndërkombëtare, përkatësisht nenin 3 të përbashkët për 4 konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe ka kryer arrestime dhe privime të kundërlishme nga liria, keqtrajtime fizike dhe psikike, dëbime masive, plashkitje dhe shkatërrime të pasurisë, së lujshme dhe të palujshme të popullsisë civile, të komunitetit shqiptar, të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë, në mënyrë dhe rrethonat e përshkruara si në vijim. Arrestimet dhe keqtrajtimet. Nga data 3 shtator të vitit 98 deri me datën 5 shtator të njëjtit vit, në fshatin Pranoc, komuna Malishevës, me dashje, i armatosur, i uniformuar, në bashkëkryrje me persona tjerë të forca policore dhe ushtarake serbe, me qëllim frikësimi, dëbimi masiv dhe spastrimi etnik të popullsisë shqiptare, ka arrestuar, ndaluar, torturuar, maltretuar fizikisht dhe psikikisht rreth 500 qytetarë civil, të cilët nuk ishin të përfshirë në konflikt. Ashtu që pasi banorët e fshatrave të Malishevës dhe Klinës, së bashku me familjet e tyre ishin detyruar që të largoheshin nga fshatrat dhe shtëpitë e tyre, duke shkuar në drejtim të bjeshkëve të fshatit Pranoc, edhe me të arritur në fshat, popullata civile hasnë në një postblok të forcave policore serbe, të cilët e kishin rrethuar zonën ku ndodhej popullata civile. Fillimisht i ndajnë burrat nga gratë dhe fëmijët, këtyre të fundit u japën urdhër të largohen, kurse rreth 500 meshkuj civil shqiptar i arrestoi dhe i dërgoi në drejtim të shkollës së fshatit, ku gjatë rrugës i maltretojnë dhe i rrahin. Ndërsa me të arritur të shkolla, që të gjithë i vendosen në përklasat të shkollës, dhe i mbajnë të bllokuar për rreth 30 orë kundërligjshëm. 30 orë të kundërligjshëm. Në kushte të rënda jetese, duke u mohuar të drejtat themelore të tyre për ushqim, ujë, nevojë fiziologjike dhe kësaj forcat serbe brenda shkollës kishin ndarë një klasë. Brenda shkollës kishin ndarë në një klasë të veçuar nga klasë tjera, ku i mbanë të ndaluarit, në të cilën kishin qenë disa polic bashkë me të panderën Srdjan Lazović, të cilët fillimisht i selektonin nga disa të ndaluarit,
Më pas I merrnin njën nga një Nakon toga su I uzeli svakog pojedinačno dhe I dërgonin në atë I klasë poslali për su t'i ih marrë në u pyetje učionicu da ih ispitivaju dhe për t'i rrahur. I da ih prebijaju. Në mesin e tyre edhe të dëmturin Zeqir Bajrami, Ovde oštećenog Zeqir Bajrami, Ramadan Gashi Ramadan Gashi dhe Ramadan Bacaj, I Ramadan Bacaj, të cilit I torturojnë fizikisht me armë, koje su mučili, fizički mučili, me armë, oružjem, mjete të forta si shkopit prej druri, trganim palicama, mjete të punës dhe kablo, sa sredstvima posla I kabla, duke ju shkaktuar dhimbje të mëdha fizike dhe psikike. psihičke I fizičke bolove. Me shtras 13 prej tyre I arrestojnë dhe I dërgojnë në burgun e Dubravës, Su ih uhapsili I poslali u zatvor, kurse të tjerët I lirojnë. dok druge su oslobodili. Dëbimi, shkatrimi dhe plashkitja pasurisë. I uništavanje, pljačkanje I uništavanje imovine. Gjatë periudhës kohore të cekur si më lartë, Perioda gore navedenog, forcat policore dhe ushtarake sërbe, I vojne srpske snage, ku bëte pjesë edhe I pandori, gde je pripadao I okrivljeni, morën pjesë në dëbimin e popullatës civile nga shtëpitë e tyre, u proterivanju civilnog stanovništva, ashtu që duke përdorin një dhunë koristeći jedno nasilje, sistematike dhe gjithsesi të përhapur, nasilje, gjithnjë të përhapur, uvek prošireno, fillimisht e rrethuan fshatin Panrac otvorili selo Panovac dhe fshatrat përreth I sela u okolini, dhe pastaj I bombarduan me artilleri të rënd, bombardirali teškom artilerijom, kurse në fund hynë me komsori dhe shkuan shtëpi për shtëpi iz kuće na kuću, dhe nën kërcënimin e armëve njom oružja, I detyruan banorët që të largohen nga shtëpitë e tyre, stanovnike da se udalje iz njihovih kuća, duke I obliguar në kolon të largohen në drejtim të Shqipërisë. udalje u pravcu Albanije. Pastaj Nakon u toga pljačketën të gjithë shtëpitë pljačkane su sve kuće dhe mjetet transportuesve I të civilëve, mjetet transportuese të civilëve. Kurse në fund sredstva civila. I dogjën të gjitha duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. I naneli su im veliku materijalnu štetu. Me këtë I akuzurin në bashkëkryrje, Okrivljeni, optuženi, u saizvršilaštvu. ka kry veprën penale krime lufte Delo ratni zločin. kundër popullsisë civile, Civilnog stanovništva. vepër e sankcionuar sipas nenit Sankcionisano po članu 142, 142, lidhur me nenin 22 članom 22, të ish ligjet penal të RSFI-s zakonika SFRJ-a, si ligj kao në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. kršenja krivičnog dela. Aktualisht I sankcionuar sipas veprës penale Prema krivičnom delu, krime lufte në shkelje të rënd të nenit 3 teškim kršenjima člana 3 të përbashkëta për konventat e Gjenevës za Ženevske konvencije, dhe nga nenin 146 člana 146 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. krivičnog zakonika Republike Kosova. Andaj në bazë të dispozitave ligjore Na osnovu zakonskih odredbi, të neneve 3, članova 3, 6, 6, 27, 27, 31, 31, 34 34 dhe 79 të kodit penal të Republikës së Kosovës, krivičnog zakonika Republike Kosova, si dhe nenit 142 članu 142 lidhur me nenin 22 sa članom 22 të ish ligjet penal të RSFI-s krivičnog zakona SFRJ-a, dhe nenit 359, 359, 360, 360, 361, 361, 364, 364, 366 366 dhe nenit 367 të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës të akuzuarin e gjykon. optuženog sudi. Me dënim burgu në kozgjate prej 12 vite e 6 muaj, Od 12 godina I 6 mjeseci. në të cilin dënim do t'i llogaritet kohë e kaluar në masën e paraburgimit Vrijeme provedeno pod merom pritvora, prej datës 27/6/2024 e tutje. 24. pa nadalje. Të gjykurin Srdjan Lazović, Osuđenog Srđan Lazović. konform njeri 366, paragrafi 1, 6, stav 1, pika 1.1, tačka 1. lidhur me paragrafin 3, 4 dhe 5 sa stavovima dhe 6 4, 5 I 6. të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, Republike Kosova, I vazhdohet masa paraburgimit pritvora, deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, ove presude, por jo më tepër se sa dënimi I shqiptuar. od izrečene kazne. Bazë nenit 450 Člana 450. të kodit procedurës penale, Zakonika krivičnog postupka. obligohet I gjykuri Srdjan Lazović Srđan Lazović. t'i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale Krivičnog postupka. sipas vlerësimit të kësaj gjykate, Suda. aq sa do të bëhet sipas fletë shpenzimore së kësaj gjykate. Po Sipas fletë shpenzimore së kësaj gjykate.
Ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, Na ime sudskog paušala i njëjti është i obliguar ta paguajë shumën prej 200 eurosh, iznos od 200 eura sikurse edhe për fondin e kompenzimit të viktimave shumën prej 100 eurosh. u iznosu od 100 eura. Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 15 dana pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit në kërcënimin e ekzekutimit të dhënshëm. i kod prednjo primamo izvršenje. Të dëmtuarit Oštećeni për realizimin e kërkesës pasore juridike ozohen në kontest të rregullt juridiko-civil. redovan civilni Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Republike Kosova me shenjën PPS numër 115 fraksion 2024 kroz 24 të datës 19/11/2024 i ka zhvilluar një mori seancash të shërtimeve gjyqësore. veliki broj sudskih pretresa Janë dëgjuar shumë dëshmitar të propozuar si nga prokuroria, ženi kao od tužilaštva gjithashtu edhe nga ana e palës mbrojtëse. strane odbrane. Janë administruar prova materiale dhe ato personale, Dokazi i lični dokazi të cilat prokuroria i ka propozuar në aktakuzë, predložilo optužnicom sikurse edhe provat materiale të cilat janë propozuar nga vetë pala mbrojtëse. predloženi od same odbrane. Nga dëshmia e dëshmitarëve të cilët i kemi dëgjuar Svjedoka koje smo saslušali gjatë shërtimeve gjyqësore, sudskih pretresa por edhe nga dëshmitë e tyre të dhëna në faza tjera të procedurës penale. Zatim u drugim fazama krivičnog postupka Në tërësi është vërtetuar se i akuzuri Srdjan Lazović optuženi Srdjan Lazović ka qenë pjesëmarrës me forcat policore ushtarake serbe, srpskim snagama që kanë kryer arrestime, su izvršili uhapšenja, keqtrajtime, dëbime, shkatrime otkrivanja, uništavanja dhe plaçkitjet i e popullatës civile në fshatin stanovništva Panrac, komuna Malishevës, Panrac, opština Malj dhe të fshatrave të tjera i për rreth, drugih sela u okolini. që kanë qenë dhe popullatës që kanë qenë destruar në këtë fshat. Stanovništva koji su bili ovde. E që këtë e kanë vërtetuar A to je potvrdilo edhe dëshmitarit se që janë Ramadan Bacaj, Ramadan Bacaj, Zeqir Bajrami, svedoci Ramadan Bacaj, Zeqir Bajrami, Ramadan Gashi Ramadan Gashi, dhe dëshmitari i mbrojtën me shifrën Deni, zaštićeni svedok pod šifrom D1. të cilët edhe këtu në sallën e gjykimit e kanë identifikuar të akuzuarin Srdjan Lazović Optuženog Srdjan Lazović, se ky ka qenë pjesëmarrës me forca tjera policore dhe paramilitare serbe. pripadnik u srpskim i policijskim snagama. Edhe mbi bazën e provave materiale Na osnovu materijalnih dokaza që prokuroria e ka propozuar në akt akuzë, predložilo e të optužnicom, cilat janë vetëm disa prej tyre. koji su samo neki od njih. 3 procesverbale për identifikimin e të akuzurit Ovdje optuženog përmes fotografive të datës 29/5/2024, 9.5.24. të realizuar nga ana e drejtorisë për hetimin e krimeve të luftës. Za istragu ratnih zločina. Procesverbali mbi kontrollin e shtëpisë Kontroli kuće. i datës 27/6/2024, 26.24. vërtetimin mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve O privremenom oduzimanju stvari. të datës 27/6/2024, 6.24. godine. raporti policor mbi kontrollin e shtëpisë të akuzurit Srdjan Lazović Kontroli kuće Srdjan Lazović. i datës 28/6/24, 6.24. godine. CD-t me video i qizime Sa video snimcima. nga vendi i ngjarjes, Sa mesta događaja. fshati Panrac, Selo Panroc. bashkë me fotografitë e vendit të ngjarjes. Samo mesta događaja. Raporti i kthyrjes së vendit të ngjarjes, Uvida mesta događaja. si dhe fotoalbumi dhe skica e vendit të ngjarjes Skica mesta događaja. e datës 20/9/2024. 29.24. Raporti i ekspertizës së fotografive Vještačenja slika. të siguruara nga mbrojtja me titull Odbrane. Konsules teknike palës Tehnička konsulencija strana. nga inxhinieri Giuseppe De Falco, Inženjera italian. Giuseppe Di Falco, italian. Certifikata e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë Unutrašnjih poslova Srbije. e datës 3/7/2024 7.24. deponuar nga mbrojtja. koje je podneto od strane odbrane. Gjithashtu akvendimi i Ministrisë Punëve të Brendshme të Serbisë Rješenje unutrašnjih poslova Srbije. datës 23/12/2003 deponuar nga mbrojtja. Koje je deponovan od strane odbrane. Libres pune e të akuzurit